Sa po është mbyllur ndeshja e voleybollit për meshkuj, Vllaznia Partizani, ekipi i Partizanit fiton 0-3. Me teknikun e të kuqve Yllitomori. Profesor, një fitore e pritshme kjo, sepse duhet thënë realisht Vllaznia vinte pas 2 fitoreve në Ligën Gjergj Kastrioti. Sigurisht, pavarësisht se nga sa fitore vinte Vllaznia mbetet një skuadër për të respektu, për të vlerësu dhe as pak mos kesh në mbletësim. Ne kemi luajtur me Vllaznin shumë ndeshje. Vllaznia është një skuadër që nuk dorëzohet. Dhe natyrisht sot nuk dha më të mirën e vetë të mundshme. Por, loja ishte e mirë, patjetër, dhe solli këtë rezultat që mbaroi. Du të them për atë, ju keni drejt, Vllaznia vjen mbas 2 lojrave bindshëm në Kosovë, mbas 2 fitoreve të shkëlqyeshme në Kosovë dhe mendoj se edhe ne përgatitjen e bëm për një skuadër shumë të fortë, domethënë për skuadrën e parë në grup. Dhe nëse Vllaznia fitonte edhe sot, ishte patjetër e para në grup dhe shkonte të sigurt drejt gjysmëfinaleve. Tashmë në finale shkojnë 2 skuadra apo 1 skuadër? 2 skuadra. Që do të thotë Partizani dhe Vllaznia duhet të kualifikohen. Jo, nuk i dihet se ne akoma kemi edhe 3 ndeshje tjera. 2 prej të cilave i luajmë në Tiranë me kosovarët dhe një edhe Vllaznia prapë luan në Tiranë me ne. Pra, sidoqoftë, çdo gjë është e hapur, nuk diskutohet. Ato skuadrat në Kosovë janë skuadra të mira. Vllaznia ka bërë një voleyboll të mrekullueshëm atje kur ka mund Skënderbeu dhe Ferizaj. Ferizaj, Skënderbeu ishte, domethënë më dobët se Vllaznia, po Ferizaj. Dhe Rafi një skuadër shumë fort. Kjo tregoi që Vllaznia ka kualitete, ka premisa që të jetë edhe më mirë në të ardhmen. Partizani si gjithnjë objektivat i ka për trofe. Po, shiko, është edhe nga kompletimi i skuadrës, nuk është vetëm ke Partizani me emër apo Vllaznia me emër, se po ti marrësh me emra Vllaznia është shumë e hershme në voleyboll dhe ka pas voleybollistë të shkëlqyer gjatë gjithë kohës, por them që Partizani ka grup më të madh të lojtarësh, ka rezerva më shumë, ka natyrisht kur ke grup më të madh dhe rezerva më shumë, ke edhe punë më shumë. Dhe kjo e përbën diferencën. Po edhe Vllaznia po të përforcohet dhe të ketë si Partizani, patjetër një lloj si Partizani do të jetë. Profesor Tomori, urime për fitoren dhe suksese. Faleminderit dhe ju.